Përkeqësohet situata në disa zona të vendit si pasojë e rinisjes së rreshjeve të dëborës. Një sër fshatrash janë izoluar dhe kanë mungesë energjie, ndërkohë që moti pritet të rëndohet edhe më tej në orët në vijim. Në qarkun Dipër problem mbetet zona në Lurë dhe Selisht. Këto dy njësi administrative janë pothuajse të izoluara për shkak të trashësisë së dëborës të rënë në 2 ditët e fundit. Prefekti i këtij qarku Alit Palamani thotë se po punohet për hapjen e akseve rrugore në këto dy njësi, ndërsa mësohet se akset nacionale në këtë qark janë të kalueshme, por me vështirësi. Rreshtet e dëborës kanë rinisur me intensitet të lartë kryesisht në zonat malore, çka e bën situatën edhe më problematike në orët në vijim. Në qarkun e Kukësit situata është edhe më shqetësuese. Verilindja është nën pushtetin e dëborës, rreshtet e të cilës janë intensifikuar gjatë paradites së të enjtes. Një sër fshatrash janë pa energji elektrike. Kryetari i bashkisë Bashkim Shehu kërkon mbështetjen e drejtorisë së emergjencave. Janë marrë gjitha masat për mbajtjen hap të gjitha rrugëve që shkojnë drejt spitalit, urgjencave, drejt maternitetit. U sjell si është ngadishmëri, në rast se do ketë ngrica dhe gjëra, kemi në dispozicion disa bote ujë në dispozicion të qytetarëve. Sigurim qytetarët që në bashkëpunim me gjitha institucionet shtetërore do bëhet e pamundura që ata mos kenë asnjë problem. Shehu bën apel qytetarëve të mos lëvizin pa një arsye madhore gjatë fundjavës ku temperaturat do të shënojnë vlera shumë të ulta. E njëjta situatë paraqitet edhe në qarkun Shkodër. Gjatë natës edhe në mëngjes ka pasur rreshje dëbore në lartësinë e 500 metrave. Të gjitha rrugët kombëtare në këtë qark janë të kalueshme vetëm me zinxhir. 13 firma kontraktore janë në qarkullim me qëllim pastrimin e rrugëve. Furnizimi me energji elektrike rezulton që në njësinë Pult të jetë ndërprerë, ndërsa në 2 njësi tjera ka furnizim të energjisë me energji elektrike, por që rrezikohet për shkak dëmtimit linjave nga ngarkesat që shkakton dëbora në linjat elektrike. Për momentin në këto 3 njësi banojnë 424 familje, ndërsa akset Bardhoki-Ball, Shkodër-Bregu i Lumit, Bog-Theth janë të pakalueshme si rezultati të trashësisë së dëborës. Drejtoria e Emergjencave Civile i ka dërguar një borpastruese dhe një fadron, të cilat do të jenë në dispozicion të bashkisë Pug dhe Fusharës.